Po mas pari, në pjesën e parë, du më marrë vetëm me aspektet legale apo ligjore ndërkombëtare, e pastaj edhe ato politike. Në fund, si përmbledhje që ka besoj do të kuptojmë prej kësaj, është që në një farforme Kosova prej shpallës pavarësisë, apo dhe ma herët, shumë ju ka drejtu aspektit ligjor për krijimin e shtetit, e shumë pak ati politik, edhe si që do ta kuptojmë, po besoj që do të mundona me argumentu, është e kundërta, ku përpjekjet duhet t'jenë më shumë politike se sa ligjore. Këto mendoj edhe me ilustru me disa raste. Ndoshta edhe për shkak të drejtimit tem të shkollës politike që i takojnë marrëdhënieve ndërkombëtare, që mendoj që aspektet politike janë më të rëndësishme se ato ligjore. Po filloj me dimenzionet legale. Në përgjithësi, ose edhe për ata që kanë studiuar ndoshta drejtën ndërkombëtare apo juridiku në përgjithësi, nuk ka përkufizim ligjor se çka do me thonë shtet. Shpesh na mendojmë se me u antarësu në OKB bëhet shtet, apo në qoftë të njohin shumica vendet të OKB-s, apo ku ta diun aspekt, do thotë definicion ligjor të shtetit nuk ka. Kjo është do thotë për shkak të shumë arsyeve, sepse kemi karaktere të ndryshme të shteteve. Edhe kemi për shembull shumë studiues të kësaj ane që kanë dhënë kontributin e vet për përpjekjen e tyre me definu shtetin. Po në fund deri më sot kanë dështuar gjitha debatet mes ekspertëve të drejtës ndërkombëtare, po dhe akademikëve në këtë pjesë që me definu shtetin në bazë ligjore. Për shembull, kemi disa që thojnë që prej pikpamjes ligjore ose legale, shteti është organizate përhershme politike njerëzve në një territor të veçantë. Do të një organizatë politike që ka popullsi edhe territor. Tashti, sot që foljon e tashti për anën legale, jo lirisht nisë janë menu edhe qëto elemente saj ka Kosova. Para se me dalë të aspektet politike, organizatë politike në një territor të veçantë. Weberi pastaj besoj që dini që ka shtu edhe një element, ato të pushtetit dhe monopolin e pushtetit ekzekutiv sidomos, brenda këtij territorit me popullat, sepse në qoftë se nuk i monopol në pushtet, apo në qeveri, atëherë, sipas Weberit, nuk je shtet. I Bleri, për shembull, thotë se përpos territorit popullsisë edhe të qeverisë legjitime, që kjo është edhe një gjë tjetër, thotë shteti duhet të jetë në gjendje të përmbahet të drejtës ndërkombëtare dhe të jetë në gjendje të krijojë marrëdhënie me vendet tjera. Edhe këto pak a shumë, këto elemente përputhen edhe me konventën e Montevideos të vitit 1933, që jep, do thotë që flet mbi të drejtat e shteteve. Janë dy teori sa i përket shtetësisë, ajo është teoria deklarative dhe ajo konstituive. Sipas teorisë deklarative, shteti mund të ekzistojë edhe pa njohje. Do thotë nuk të vijë njohja për me qenë shtet. Thjesht mundesh me qenë me zero njohje, por me qenë prap shtet. Pse, siç e tham më herët, a ki kontroll me një territor, a ki kontroll mbi një popullsi dhe a ki pushtet, një pushtet, jo më shumë, atëherë kjo të bën shtet. Për shembull, Transnistria në pjesën lindore të Moldavisë, është territor 10 km i gjon, 40 km i gjatë, shumë territor i vogël, nuk ka asnjë njohje, ndërka që i përbën gjitha elementet e shtetit. Apo keni Republikën Turke të Çipros Veriore, ka një njohje nga Republika e Turqisë, edhe ajo shtet, sepse ka territor, popullsi dhe qeveri, monopol të qeverisjes. Edhe në fakt, Republika Turke Çipros Veriore as nuk ngan mas njohjeve. Nuk ka nevojë, absolutisht nuk i duhen. Sikur Transnistria që ka zero njohje dhe absolutisht nuk ngan mas njohjeve. Qysh ngan edhe Kosova. Pastaj tjetër është që mos njohja nuk ndikon në çështjet e personalitetit objektiv edhe subjektiv të shtetit. Në qoftë se nuk të njehet dikush, ajo nuk ta prish ty subjektivitetin ndërkombëtar. Prap mundesh me qenë subjekt i marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndërkaq mundesh me qenë mi pas të gjitha njohjet,
mos me qenë subjekt, po me qenë objekt i marrëdhënieve ndërkombëtare. Siç e kritikon Rusia Serbinë, që Serbia po bëhet më shumë objekt i marrëdhënieve ndërkombëtare se sa subjekt, sepse po e ndëgjon dhe po i nënshtrohet BE-s e nuk po e këshyr integritetin e vet territorial dhe sovranitetin që Rusia është shumë të rëndësishme, se kur hen BE një farë dorëzimi të sovranitetit dhe bën disa aspekte. Pra shteti ekziston në momentin kur i përmbledh gjitha këto elemente, pra popullsi, territor, sovranitet, ndërsa njohje në qoftë se dikush vendos me ta dhonë, është vetëm njohje e këtyre tri elemente, ti njeh ato tri elemente. Te teoria kjo këtë deklarative, te teoria konstituive, thuhet për shembull Oppenheim i thotë drejta ndërkombëtare nuk thotë se shteti nuk ekziston derisa nuk është njohur, por thjesht nuk është vënë re si till, si subjekt për të njohur. Dhe vetëm nëpërmjet njohjes, shteti bëhet person ndërkombëtar dhe subjekti së drejtës ndërkombëtare. Do kjo njohja, teoria konstituive thotë që ti bosh tamam shtet në qoftë se të njeh edhe dikush në mënyrë që me qenë e mundshme për ty si shtet, me qenë edhe subjekt, por edhe me pas marrëdhënie ndërkombëtare me tjerët. Edhe me njohjen e shtetit fitohet, sipas kësaj teorie, me njohjen e shtetit, kur të njeh dikush, e fiton një farë lloj subjektiviteti ndërkombëtar juridik, edhe normalisht me këto vinë të drejta tjera dhe detyrimet që i ki. Për shembull rastin e Kosovës, Kosova dhe pa u njohur shumë fillim, kur i ka pas 10 apo 20 njohje, Kosova dhe pa u njohur prap i ka marrë obligimet e drejtës ndërkombëtare. Do thot në farë mënyrë ka bërë përpjekje që me qenë pjesë organizatave ndryshme ndërkombëtare kështu me radhë. Në qoftë se këshyr për shembull Izraelin apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto jo domosdo, edhe pse janë subjekte, edhe pse njihen pak a shumë nga gjitha shtetet, Izraeli jo, SBA po, këta prap nuk marrin një farë mënyrë hyjim me u bë pjesë e organizatave ndërkombëtare që atyre nuk ju konvenon. Për shembull, e keni gjykatën ndërkombëtare për krime lufte, International Criminal Court, SBA dhe Izraeli refuzojnë të jenë pjesë e kësaj organizate, ndërkaq mendoj se Kosovës më ia dhon rastin, më një herë kish më u fut. Pse Kosova gjithmonë mendon se të u bë pjesë e organizatave ndërkombëtare, të gjithave, e fiton një farë subjektiviteti. Natyrisht se krijon nëse futesh në organizata ndërkombëtare. Po kur dal tash te aspekti politik, i flasim edhe ato anë çka problemi, është problemi u fut në organizata ndërkombëtare se merr edhe obligime dhe si të tilla i humb disa drejta politike. Për shembull, me u fut në organizata ndërkombëtare për krime lufte, Serbia fiton drejtën me qit në gjyq për krime lufte. Edhe pse na ato po i prevozojmë edhe pa qenë pjesë i gjykatës ndërkombëtare për krime, na pra po e bujnë një farë gjykate vetë kështu edhe pa qenë pjesë e saj. Te shteti modern, e unë mendoj që Kosova është shtet postmodern, po te shteti modern është kriju, mundi me ditë, mas luftës e masakrave 30 vjeçare në Evropë, kur kanë fillu në vitin 1618, nashta dini që kontinenti i Evropës, kështu historikisht njëtë si kontinenti me ma luftënxitës historikisht, mas shumë të miliona njerëz, mas shumë të armën shkrep në Evropë, kërka tjetër, as në linjën e mesme, as në Ballkan, po në Evropën e civilizuar. Edhe, do të thëtë, 30 vjetë ka pas luftë, edhe është bë sistemi ndërkombëtar që kemi sot pak a shumë, pra o fut koncepti i sovranitetit dhe integritetit territorial. Këto në dy elementeve në konferencën apo në marrëveshjen e paqes të Vestfalisë në Gjermani. Mas 30 vjet luftë fetare, kryesisht, është kriju shteti kombëtar. Edhe prej atëhershit, deri sot ka pas shumë ndryshime në atë koncept për mi 300 vjet që ekziston, pra sovraniteti dhe integriteti territorial, që i bie mos përzirja në punët e brendshme të një shteti tjetër, sepse ma herë nuk ka pas shtete të tilla. Je përzi në marrëdhëniet e shtetit tjetër, pa problem nëse ki pas muskuj dhe fuqi, i ki hi sa ki mujt, perandori ki bo, ndërkaq Paqja e Vestfalisë e ka nda këto, ka thonë, na nuk përzije mo në çështjet brendshme. Prej luftës dytë botërore e kënej, janë bërë disa ndryshime këtu, ku ajo çështja sovranitetit nuk është çështje rigjide, ku ti nuk guxon mu përzi në çështjet brendshme dikujt tjetër. Për shembull,
në qoftë se Korea Veriore masakron njerëz të vet, se me çështën që diskutuam më herët, do thotë ti je shtet në qoftë se ki territor, popullsi dhe qeverisje, monopol të qeverisjes mbi këtë popullsi. Mirë po, pas luftës së dytë botërore dhe me kartën e OKB-s, duke pa se ka tendenca dikush që mbi popullsinë e vete, jo të huaj, pra jo mu përzi në çështje të brendshme të dikujt tjetër, por në çështje të brendshme të vetat, mundet me bë krime kundër njerëzimit. Ose rasti i Kosovës, për shembull. Shqiptarët e Kosovës kanë qenë qytetarë të Serbisë, ndërkaq Serbia ka ushtruar dhunë tek qytetarët e Kosovës dhe si rezultat është fituar një farë drejte, jo ligjore për shkak Rusisë, por është fituar një farë drejte legjitime edhe pse jo ligjore për intervenim ndërkombëtar. Edhe janë bërë disa limite pas luftës së dytë botërore në çështjen e sovranitetit. Për shembull, kur e kini lum, merret Danubin, i cili ka lënë 7-8 shtete, nuk mund është të lumin që ka lënë ka shtete yt me përdor, me thonë kjo po ka lënë ka unë, edhe unë çtash muj me bëu këtu një pend, edhe me na lumi mos më shku për shembull prej Rumunisë me kalon Bullgari. Do thotë nuk lejohet edhe pse lumi ka lënë tek te, nuk lejohet. Sikurse çish nuk lejohet me vrarë njerëz të tu. Ose ki edhe sistemin e imunitetit diplomatik. Pra, mund të dikush një diplomat me ta shunu shtetonin, ndërkaq sistemi gjyqësor mos me pas pushtet mbi atë person. Pra, kjo limit në sonoritetet. Po, këto e vetëm kufizimet të pakta që janë bërë në sovranitetin e shtetit dhe integritetin territorial prej vitit 1948. Kjo është shteti modern. Mendoj se Kosova është shtet postmodern, se me një anë thuhet se je shtet, ndërkaq këto elemente që i përmendëm, tash po dal te aspekti politik, Kosova nuk i gëzon. Për shembull, Kosova e ka një territor, e ka një popullsi, por se mendoj se i mungon monopoli i pushtetit ekzekutiv. Për shembull, kur është bë Kosova shtet me planin e Ahtisarit, e plani i Ahtisarit është, do të kjo është opinioni jam, plani i Ahtisarit është i përbën bazat e shtetit postmodern, pra ku nuk vetet pak a shumë popullata ati territorit, po përzihet dikush tjetër, shembull me t'i caktu shumë gjana që ty mujnë mos me të pëlqy. Po hajde për shembull ka shumë gjana që shumicës popullatës mujnë mos me pëlqy, po prap janë drejta. Po unë mendoj se ka shumë gjana që janë të pa drejta që është dashur edhe popullata me u përzi. Mirë po kjo ka ardhur si rezultat i ndërhyrjes ndërkombëtare. Po në 15 vitet e fundit, në Kosovë është investuar shumë, sidomos në sistemin e arsimit. Në sistemin e arsimit në Kosovë është investuar shumë në mënyrë që m'ja hek qytetarëve filtrat e gjykimit kritik. Për shembull, kur dikush del edhe thot që unë nuk po pajtohem me këtë dimenzion ndërkombëtar të Kosovës, apo me vendimin e OKB-s për Kosovën, apo me një politikë amerikane për Kosovën, aty është temë tabu, ajo farpune edhe ti nuk guxon me fol, sepse edhe profesorët në për universitete nuk guxojnë me fol. Edhe, do thot, edhe popullata e Kosovës, si pjesë e përhershme e këtij territorit, vazhdimisht është kalit në një farë forme që mos me mujt me menu. Vetëm duke mos mendu popullata, mundet me u majt shteti postmodern i Kosovës. Kthehemi te çështja e njohjeve edhe në aspektin politik të Kosovës dhe sovranitetin e saj. Për shembull, siç e fillova këtë diskutim në fillim, Kosova i ka vu aspektin ligjor shumë më përpara për garancia se sa ati politik. Për shembull, ka mendu se duke marrë ne shumë njohje, ne bëhemi shtet. Si që mundova me argumentu ma herët edhe ka ana ligjore, shtet nuk bësh me njohje, është mirë me të njohë dikush, sidomos është mirë me të njohë pa kushtet, si që mendojnë që duhet njohjet me ndodhë. Nëse unë njoftohem me juve, shembull sot, u ashtri dorën, njoftohemi, por në asesi, as ju mu, as unë juve nuk guxoj dhe nuk bën, nuk ka drejt një kushzu, për shembull, me hek setrën. Hek e setrën, dash mu njoftu me mu.
Kjo mendoj e pa drejt. E Kosova nuk peshe këto si pa drejtësi, por po e shes si obligim ndërkombëtar. Për me na njoft 5 vendet e BE-s, unë mendoj shumë mirë me na njoft 5 vendet e BE-s, por ne mos njohjen e 5 vendeve të BE-s e kemi marrë si problem të Kosovës, e jo si problem të atyre vendeve. Se është problem i dikujt tjetër që s'nje. Nuk është problem i Kosovës, sepse është vendim sovran i një shtetit mos me njoft një shtet tjetër. Edhe është vendim sovran i Kosovës mos me bo kompromise për me të njoft ai shtet tjetër. E ta shpytja rëndësishme shtrohet, po ka dalës edhe pa ata shtete mos me na njoft nuk bën. E këto është ajo pjesa kritike ku politikisht na kemi dështu me e gjyku në një aspekt ku me një anë i listojmë të mirat e njohjeve me kushzime edhe të këqijat e këtyre lloj njohjeve. Për shembull, na jemi fut në negociata me Serbinë dhe keni mujt me vrejt pak sot me vedije, në fakt me pa vedije politike argumentojnë që na vy negociatat me Serbinë, sepse Serbia na njeh pastaj. Ta bëjmë na Serbinë me na njoft. Mirë është Serbia shumë me na njoft, po si me na njoft Serbia, edhe duke qenë se ne jemi fut në negociata me Serbinë që me na njoft Serbia, kemi gabu. Se Serbia mundet me të njoftë në fund, po pastaj na duhet me i hap syt mas njohjes Serbisë me shiqu se çfarë shteti kemi pas njohjes Serbisë dhe çfarë shteti kemi pas para njohjes Serbisë. Edhe besoj, kjo është opinion jam, që Kosova tash në të ardhmen ka qenë ma mirë pa njohjen e Serbisë se sa me njohjen e Serbisë. Prap të definicioni shtetit, të territori, popullsia përhershme dhe monopoli i qeverisjes mbi atë popullat. Edhe njëkohësisht argumenti për negociata me Serbinë është që të bëjmë disa kompromise që këto 5 vendet e BE-s le të zbusin qëndrimin për Kosovën. Po pse na peshohim problemin e vetë BE-s dhe të atyre 5 vendeve të BE-s si problem i joni. Është problem i Serbisë dhe i Spanjës, Rumunisë, Çiprës dhe Greqisë që nuk na nje, nuk është problem i Kosovës kë. E duke qena se kemi marrë thuj ati na e kemi problem që s'po na nje dikush tjetër. Është veprimi ati, jo i uni, se na smujmë na me thonë Greqia na njojit, Greqia thot nje. Për këtë gabim, Kosova për me marrë legitimitet ligjor ndërkombëtar, po humb legitimitet politik vendor që shumë ai rëndësishëm sa i ndërkombëtar. Shembull, Izraeli nuk lodhet për njohjen e vendeve arabe, për njohjen nga vendet arabe dhe pse janë shumë të rëndësishme për të. Vendet që kufizojnë, vendet që bëjnë luftë me të, vendet që nuk e njohin, që i bjen që ja japin vetës drejtën që ta pushtojnë sepse nuk e njohin, nuk intereson ajo farpune Izraelit, sepse Izraeli dën mas pari politikisht me qenë mirë mrena si shtet, e ndërkombëtarisht nëse s'dojnë, problemi i tjerëve nuk është i Izraelit. Derisa, unë mendoj se derisa futemi në OKB, pra po thëmë, është mirë me na njoftë shumë, është mirë me u fut në OKB, është mirë me u fut në organizata ndërkombëtare, mirë po pyetjen që duhet na mja bo vetit është se si çfarë shteti na dojmë me qenë antar i këtyre organizatave. Qysh kemi fillu për shembull në vitin 2008 me 17 shkurt, kur u shpall pavarësia, unë mendoj se kemi qenë më shumë shtet me definicionin ligjor të tij dhe ato elemente që i përmendëm, se sa që jemi sot me 7 mars vitit 2015. Atëherë kishim një farë republike, tash nuk e kemi. Nuk e kishim një farë fusnote, tash e kemi. Nuk e kishim subjektin e Serbisë në kuvend, që si Serbi do të thotë me ndikimin e tij ta humb monopolin të qeverisës në vend, si element i rëndësishëm shtetëror, atëherë nuk e kishim këtë. Atëherë nuk e kishim monopolin të qeverisës, sepse e kishim mbikëqyrje ndërkombëtare, disa ambasada që përzihen, por tashte jo që nuk e hekëm këto, se këto është gradualisht me hek, besoj që edhe ndërkombëtarët e kishin qartë që gradualisht, se me një arsuni hek rejt, ka ona qeverisjes vendore, po mendoj, jo që nuk i hekëm këta, po e shtumë edhe Serbinë si pjesëmarrës në qeverisje. Pra nuk kemi monopol
të qeverisjes në vend. Pra kemi hup një element shumë të rëndësishëm shtetëror. Dhe përderisa dhe kështu për me përmbledh rrugtimin tonë në OKB, sepse na prap gabimisht po mendojmë që me ul në OKB bëhemi shtet, as pak jo, se mund të jemi ma pak shtet kur ulemi në OKB, se sot që kemi qenë në ditën e parë të shpalljes pavarësisë, dhe rrugtimin që e kemi marrë drejt OKB-s është sikur në këtë rrugtim neve vazhdimisht në çdo 10 hapa e kini jakën, për shembull ç'është ftoft, që më mbrojt për ftoftit me pas një farë rahatie brenda. Në çdo 10 hapa, po na thuhet e keni pull, paltës, hajt tash pullën tjetër, hap 10 hapa tjetër, hajt tjetrën, 10 hapa tjetër, hajt e ke tash jaknën, pastaj 10 hapa tjetër, hajt tash këmishën, hajt tash pantollat, këto pi hekim, edhe në fund do të përfundojmë lakurisht në OKB. Do të thotë një shtet që nuk ka me pas respektin ndaj vetë antarëve të OKB-s. Shpesh na e mbivlerësojmë njohjen nga Serbia është rëndësishme, po ne mendoj që e mbivlerësojmë për shkak të kushteve që po i pranojmë me i plotsu për me marrë këtë njohje. Shembull, Serbia e njeh Bosnën, por ti shpreson që nuk bëhesh si Bosna. Bosna është në OKB. Haiti po ashtu është në OKB, njëhet nga Serbia, njëhet nga SBA-ja, nga Rusia, nga Kina, këto shtete që neve na vjen njohja prej tyre, po ti shpreson mos më u bë si Haiti. Do të thotë Haiti është në OKB, por nuk është shtet efektiv. Apo ka plot shtete me karakter të dështuar që janë në OKB dhe nuk do më bëu as si shteti. Edhe do të thotë kemi edhe me një rast tjetër, do të thotë po mundona me përmbyll këta, që me hap diskutimin e çështjes së njohjeve karakterit të shtetit dhe legitimitetit të saj ndërkombëtar, si për nga ana ligjore dhe politike, e keni për shembull marrëdhëniet tona me Shtetet e Bashkuara dhe ndryshueshmërinë e këtyre marrëdhënieve në marrëdhënie ndërkombëtare. Ne kemi marrë qasje të gabumet që mendojmë dhe themi gjithmonë se kemi miqësi të përhershme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është deklaratë dëshiruese, shembull është shumë mirë me pas partneritet të përhershëm me një shtet shumë të fortë ndërkombëtar, sepse edhe në teorinë marrëdhënie ndërkombëtare, edhe në teoritë do të thotë suksesionit të shteteve, kur dalin shtetet për një shtetit tjetër, nuk mund të jesh shtet pa përkrahjen, ose nuk mund të jesh shtet, nuk mund të mri secesionin, sikur na që kemi arrit prej Serbisë me dal, pa përkrahjen e një fuqie të madhe, siç kanë qenë në rastin tonë Shtetet e Bashkuara, por politika jonë është e gabueshme dhe gjykimi jonë në gjykimin se marrëdhëniet me SBA-n janë të përhershme. Ato ne mund të dëshirojmë të kemi të përhershme, që shumë mirë po ne nuk e dim se SBA-ta do ta kenë këtë marrëdhënie të përhershme me ne. Edhe unë kam frikën se nuk do ta kenë, edhe shumë shpejt do ta kupin, shumë shpejt në marrëdhënie ndërkombëtare për disa dekada, sepse ambasadën e Kosovës në Washington tek një partner kaq strategjik e kemi lënë me 6 veta. Do të ambasada e Kosovës në Washington është me 6 veta, po atë ajo në Ankara apo në Londër, po atë ajo në Berlin, edhe në Washington i kemi 6 veta duke përfshirë shofer, sekretar, asistent, ambasador, do të thotë i kemi 2 diplomat. 2 diplomat, ndërkaq politika jashtme amerikane edhe ndaj Kosovës, edhe ndaj subjekteve tjera ndërkombëtare bëhet në Kongres, dhe ne kemi 2 diplomat me u marrë edhe me Kongres, edhe me administrat, edhe me shtëpinë e bardhë. Dhe nuk jemi as pak serioz kur themi kemi miqësi të përhershme me SBA-t, se ajo po thuhet në formë dëshirore, po jo në formë praktike. Edhe me përmbyll këta, për shembull, deri në vitin 1971, Tajvani ka qenë partneri strategjik i SBA-s. Do thotë SBA-ja nuk ka qenë as partner strategjik me Tajvanin, sa ka qenë Tajvani për SBA-n. Do thotë edhe shumë pozitë më të lakmueshme se Kosova ka qenë. Mirë po në vitin 71, SBA-ja për një moment e vendos mos me çnjoh Tajvanin, por kemi edhe çnjohje, nuk kemi njohje të tërhiqen, siç mund ta merrni me mend. Edhe sot Tajvani ka 21 njohje nga 160 sa i ka pas atëherë. Tajvani ka pas, do të thotë, ulse në Këshillin e Sigurimit, ulsen e përhershme ka pas. Sikur Kina që kanë vend Kinës. Ndërkohë SBA-ja për shkak të interesit të saj, këtij partneri strategjik i ka thonë falë, mua duhet tash me të çnjoh. S'kam më punë me ty, kam punë me Kinën. Edhe ka çnjoh këtë dhe ka njoft Kinën
si kundërshtari kryesor i Tajvanit. Dhe si rezultat se Tajvani ka 21 njohje, por nuk ka keq Tajvani. Me 21 njohje, menoj është shtet ma funksional, me elementet që e folëm, se sa ndoshta 80 apo 90% e shteteve me ulse në OKB. Me kaq po e përfundoj, shpresoj që nuk e zgjata shumë, edhe